Vdekja e Sarës dhe shpella e Makpelës. Zanatilla 23. Vargjet kyçe të këtij kapitulli. Së pari lexojmë vargjet 1 dhe 2. Sara jetoi 127 vjet. Këto qënë vitet e jetës së Sarës, dhe Sara vdiq në Kirjath Arba, që është Hebroni, në vendin e Kanaanëve, dhe Abrahami hyri aty për të mbajtur zi për të dhe për ta vajtuar. Vargu 4 tani të lexojmë. Unë jam një i huaj midis jush dhe i ardhur midis jush, më jepni pronën në një varri midis jush, që unë mund të varros të vdekurën time dhe ta heq nga sytë e mi. Dhe vargjet 17-18. Kështu ara e Faraonit që gjendej në Malkepa, përballë Mamrës, ara me shpellën që ishte aty dhe tërë drurët që ishin në Ar dhe në të gjithë kufijt për qark, kaluan në pronësi të Abrahamit në prani të bijve të Hethit dhe të gjithë atyre që hynin nga porta e qytetit të Efronit. Ky kapitull është i ndryshëm nga të tjerët. Nuk ka mrekulli, nuk ka angjëj, nuk ka zëra nga qielli, ka vetëm një burr që qan gruan e vet dhe pastaj negocion me kujdes blerjen e tokës. Pikërisht këtu qëndron mësimi i thellë. Si e jeton besimtari vdekjen, se si bën hapa konkret besimi edhe kur dham. Abrahami lëtoi, u ngrit dhe veproi. Ky është besimi i matur, jo ai për filma. Konteksti historik dhe kulturor. Sara vdiq në moshën 127 vjeç. Është e vetmja grua në Bibël mosha së cilës i regjistrohet viti i vdekjes. Dhe kjo nuk është rastësi. Ajo ishte bashkëshortja e beslidhjes, nëna e premtimit. Emri i saj ishte ndryshuar nga vetë Perëndia, kapitulli 17. Bibla e nderon duke i dhënë kapitullin e vet të vdekjes. Ajo vdiq në Hebron, në të njëjtin vend ku Abrahami kishte mbjellë pemë dhe kishte thirrur emrin e Zotit. Kapitulli 21 vargu 33. Shtëpia shpirtërore e familjes Hebrejve 11:11 e nderon edhe Sarën si hero të besimit. Në anë të besimit edhe Sara vetë mori fuqi për të zënë barë, sepse të çmoi besnik atë që kishte premtuar. Ajo që qeshin me mos besim, kapitulli 18 u bën anë e besimit. Hebrejve 11. Besimi vërtet nuk mësohet brenda natës, rritet gjatë dekadave. Sara kishte dekadat e saj dhe i kaloi të gjitha. Dhe tani konteksti i blerjes, Abrahami jetonte si huaj pa tokë, pa pronë ligjore, pa të drejta varrosje. Në kulturën e lashtë të mos kishe varr të familjes ishte diçka shumë e rëndë. Do të thoshte se nuk kishe rënjë, nuk kishe histori, nuk kishe të ardhme. Abrahami kishte premtimin e gjithë vendit, por asnjë metër katror të vet. Pra ky kapitull është çasti kur besimi bëhet pronë e parë. Një shpellë e vogël e bler me çmim të plotë, para dëshmitarëve, jo dhurat, jo pazar, pronë legale. Abrahami po i thoshte botës, unë besoj se ky vend i takon fares time dhe po e vërtetoj me para të gatshme. Le të ndalemi tek vargjet 1 dhe 2. Abrahami qau, dhe kjo është e mirë. Abrahami erdhi për të vajtuar për Sarën dhe për ta qarë. Dy folje, dy veprime njerëzore të shëndetshme. Vajtimi dhe qarja ose mbajtja e zi. Abrahami nuk u bë filozof i distancuar, por qau, kishte jetuar me Sarën mbi 100 vjet, nga Uri, nga Harani, nga Egjipti, nga Sodoma dhe nga Moria. Gjithë rrugën e besimit kishin ecur bashkë. Ajo kishte qeshur me mosbesim, te kapitulli 18, dhe kishte qeshur me gëzim, kapitulli 21, kishte gabuar, kapitulli 16, kishte besuar, Hebrejve 11:11 na thotë këtë. Tani nuk është më. Dhe Abrahami qau, siç duket besimi nuk të heq të drejtën të qash, të jep forcë të ngrihesh, pas pali nuk thot mos qani, thot mos qani si ata që s'kan shpresë, e para Thesalonikasve 4:13. Dallimi s'është mes lotësh dhe pa lotësh, por mes lotëve me shpresë dhe lotëve pa të. Vargjet 3 deri në 9. Unë jam i huaj, dhe kjo nuk është ankesë. Abrahami u ngrit nga i vdekuri, fjalë për fjalë u quan nga vendi ku po qante pranë trupit të Sarës, dhe foli me bijtë e Hetit, dhe fjalët e para janë: unë jam tek ju si i huaj dhe i ardhur. Kjo s'ishte ankesë, ishte rrëfim. Pas gjithë viteve në Kanaan, pas gjithë beslidhjeve dhe premtimeve, Abrahami e dinte pozitën e vet, ishte i huaj, dhe kjo e bënte të lirë.
Njeriu që nuk pretendon se është pronar i gjithçkaje nuk ka nevojë të luftojë për çdo gjë. Më jepni një varr, jo kam të drejtë, jo Perëndia ma ka premtuar, por kërkesë thjesht dhe e ndershme nga pozita e një të huaj. Për ulja nuk të dobëson, por të hap dyer. Dhe bijtë e Hetit i përgjigjen bukur, ti je princi i Perëndisë mes nesh, vargu 6. Edhe armiqtë e parmartosur e njohin bekimin e Perëndisë kur shohin jetën e besimtarit. Kjo nuk ishte vetëm një kompliment, ishte dëshmi. 25 vjet pranë Abrahamit kishin treguar se ky njeri kishte diçka ndryshe. Kur jeta jote është dëshmi, bota të ka mik edhe kur nuk flet. Vargjet 10 deri në 16. Negociata me dinjitet dhe çmimi i plot. Efroni ofron shpellën falas, vargu 11. Zakoni mirësjelljes orientale, ku oferta fillestare nuk pritet pranohet. Abrahami e di këtë dhe insiston të paguajë çmimin e plot. Vargu 13. Pastaj Efroni hedh në bisedë çmimin, 400 shekel, argjandi. Vargu 15. Dhe shton çfarë është kjo mes meje dhe teje. Zakon tjetër i pazarit, minimizo çmimin me fjalë për mbaja të lartë në numra. Abrahami pagoi me njëherë pa ushtirur. Pse insistoi të paguante? Sepse dhurata krijonte varësi dhe pronësia e fituar nuk kishte bazë ligjore. Donte diçka të qëndrueshme, dokument, dëshmitar, çmim të paguar. Besimi afatgjat ka nevojë për themele reale dhe jo vetëm premtime me gojë. Vini re edhe maturinë e Abrahamit gjatë negociatës. Nuk u grin, nuk u ankua, nuk citoi premtimin hynor si argument pazari. Ishte i qetë, i drejtë, i respektueshëm dhe fitoi tokën me dinjitet. Ndonjëherë mënyra se si bëjmë biznes tregon më shumë për besimin ton se sa fjalët që themi. Shikojmë vargjet 17 deri në 20. Shpella e parë. Transferimi u bë para syve të bijve të Hetit, para gjithë atyre që hynin në portën e qytetit, zyrtarisht, ligjërisht, publikisht. Shpella e Makpelës u bë prona e parë ligjore e Abrahamit në tokën e premtimit. E vogël, një shpellë dhe arë rreth saj, por e fortë, dokument real, dëshmitar real, çmim real. Dhe Abrahami varrosi Sarën, vargu 19. Fjalët e fundit të kapitullit janë ato të njeriu që varros të dashurin e tij me dinjitet në tokën e premtimit me shpresë. Varri nuk është fund, është shenjë besimi. Unë besoj se kjo tokë do të jetë e farës sime, prandaj po varros Sarën këtu. Varri i Sarës ishte pohim profetik para se të ishte gur varri. Dhe kjo shpellë do të bëhet varri i gjithë patriark, Sara, Abrahami, kapitulli 25, Rebeka dhe Lia, kapitulli 49, dhe Isaku e Jakobi, duke filluar nga vargjet 29 deri në 32, pastaj dhe kapitulli 50, vargu 13. 6 patriark dhe bashkëshorë, të gjithë bashkë në një shpellë të vogël të blerë me 400 shekel duke pritur ringjallje. Varri i tyre ishte një ankorim i shpresës. Ata vdiqën duke rrëfyer se ishin të huaj të ardhur, Hebrejve 11:13. Por varrin e kishin në tokën e premtimit. Ka diçka shumë njerëzore dhe shumë të shenjtë bashkë në këtë skenë. 6 trupa në një shpellë duke pritur. Besimi i tyre nuk ishte vetëm i mandes, si ishte i jeshtrave, dhejeshtrat e tyre thonin ne besojmë se do të ngrihem. Kjo është shpresa e ringjalljes, jo ide abstrakte, por diçka aq reale sa blen varr dhe fut të dashurin brenda me besim se do të shohësh sërish. Fjalët kyçe të kapitullit. Vajti dhe qau, vargu 2. Dy folje origjinale, safat, vajtoi, qau me zë si tradit mortore, dhe baka, qau me lot. Bibla nuk ka turp të tregoj lot burrash. Burrat që qanë Abrahami, Jozefi, Davidi, Jezusi. Qarja nuk është dobësi, është njerëzillëk, dhe besimtari qanë me lot të ndryshëm me shpresë. I huaj dhe i ardhur, vargu 4. Dy fjalë origjinale, ger, i huaj me status të njohur, dhe toshav, i ardhur kalimtar. Bashk formojnë identitetin e plot të besimtarit. Jetojmë këtu, por si jemi nga këtu. Hebrejt 11:13. E citon këtë fjali drejt për drejt për të gjithë besimtarët. Rrëfyen se ishin të huaj, kalimtar mbi tokë. Princi i Perëndis, vargu 6. Fjalë për fjalë në hebraisht Nesi Elohim, i ngrituri i Perëndis, princi i tij, emërtim i jashtëzakonshëm nga pagani për besimtari. Njeriu që pranon të jetojë si i huaj merr titullin e princit. Mbretëria e Perëndis ngre lart ata që ulën dhe ul ata që ngjiten vet.
Makpela, vargu 9. Emri origjinal Makpela do të thotë e dyfisht. Ndoshta shpellë me dy dhoma ose vend i dyfisht. Ky vend u bë i shenjtë. Sot quhet El Halil, Hebroni, dhe është njëri nga vendet më të vizituar nga tre besimet abrahamike. Guri i varrimit është gur themeli i historisë. Lidhja me Krishtin dhe dhjatën e re. Ky kapitull nuk ka profeci të drejt për Krishtin, por ka dy tema të mëdha që tregojnë drejti. E para është tema të huaj që gjen shtëpi. Abrahami jetoi si i huaj dhe Pietri na quan edhe ne të huaj udhëtar, para Pietrit 2:11. Por Krishti ndryshoi gjithçka. Kështu pra, ju nuk jeni më të huaj as refugjat, por jeni bashkëqytetarë, shenjtorëve dhe antarëve të shtëpisë së Perëndisë. Efesianët 2:19. Abrahami vdiqi huaj në Kanaan, ne nuk do të vdesim të huaj. Krishti na solli në shtëpinë e Atit, i huaj u bë birë, jo me blerje, por me birësim. Dhe e dyta është tema e varrit dhe e shpresës. Abrahami varrosi Sara me dinjitet dhe me besim, sepse varri për besimtarin s'është fund, por pritje. Krishti e bëri varrin vend kalimi, jo vetëm mbyllje. Unë jam ringjallja dhe jeta, kush beson në mua edhe sikur të vdes do të jetojë. Gjoni 11:25. Shpella e Makpelës mbajti 6 trupa në pritje. Golgota nuk mbajti asnjë, 3 ditë, dhe varri u zbraz. Prandaj edhe ne mund të varrosim të dashurt me lot dhe me shpresë. Bashk shpella ka derë dhe dera hapet. Ka dhe diçka të tretë. Stefani, duke e dhënë llogari para Sanhedrinit, i përmend saktësisht të blerje. Perëndia nuk i dha asnjë trashëgimi në të, por i premtoi se do t'ja jepte, dhe ja bleu shpellën e Makpelës, Veprat 7:5 dhe vargu 16. Për Stefani, shpella ishte shembull i besimit që pret, i atij besimi që blen varr në tokën e premtuar, kur ende s'ka asgjë tjetër. Ky është besimi ynë, të investojmë këtu me zemrën atje lart. Aplikimi për ne sot. Pothuajse të gjithë krajinat tona e kanë një zakon të bukur kur dikush humbet të afërm, fqinjet vinë dhe nuk flasin shumë, ulen pranë, sjellin ushqim, qëndrojnë. Kjo është një urtësi e lashtë. Dhimbja nuk ka nevojë për fjalë, ka nevojë për prani. Kapitulli 23 na mëson si të jetojmë me vdekje dhe me jetën pas saj. Nga ky kapitull neve marrim: së pari, lejo veten të qash dhe lejo të tjerët. Abrahami qau dhe suturpërua. Besimi nuk bën të fortë duke na bërë të pandjeshëm. Na bën të fortë duke na dhënë shpresë brenda dhimbjes. Kur ti ose dikush pranë teje humbet dikë të dashur, mos nxito të ngushëllosh me fjalë të shpejta. Qëndro, ulu, lejo lotët, qani me ata që qajnë, Romakët 12:15. Së dyti, ngriu pas dhimbjes dhe vepro. Abrahami u ngrit nga i vdekuri, u ngrit fizikisht nga vendi ku qante dhe filloi të veprojë. Dhimbja ka kohën e saj dhe pastaj jeta kërkon hapa. Besimi nuk do të thotë të mos ulesh nga dhimbja, do të thotë të ngrihesh kur koha vjen. Nëse je ende i ulur nga një humbje e vjetër dhe nuk ngrihesh dot, kjo është një shenjë se ke nevojë për ndihmë, nuk është dobësi. Së treti, rrëfe hapur që je i huaj këtu. Abrahami nuk u turpërua të thotë jam i huaj, edhe ne jemi kalimtar. Qyteti ynë i vërtet është tjetër, Filipianët 3:20. Kur e di se nuk je nga këtu, nuk lufton për çdo gjë si të ishte e fundit. Mban gjërat me dorë të hapur, shtëpinë, karrierën, madje edhe të dashur, duke ditur se janë hua të një rruge. Së katërt, i paguaj çmimin e plot, mos merr dhurata të rjepësh. Abrahami refuzoi tokën falas, donte pronësi të pastër, pa detyrime. Ka situata ku dhurata vjen me zinxhir të padukshëm. Favorin që krijon varësi, ndihmën që blen ndikimin, ofertën që merr lirinë para se të pranosh. Pyet, çfarë do të duhet në fund? Ndonjëherë çmimi i plot tani është liri e plot nesër. Së pesti, varrosni me dinjitet dhe me shpresë. Kur u mbasim dikë nga kisha, varrosim siç varroste Abrahami, me dhimbje të vërtetë dhe me besim të vërtetë. Varri besimtarit nuk është pikë, është presje. Ata që flejnë në Jezus, Perëndia do t'i sjellë bashkë me ta. E para Thessalonikësve 4:14. Qaj, loto dhe shpreso, të dyja bashkë si Abrahami. Së gjashti, ndërto shenja besimi konkrete edhe kur dham. Abrahami bleu shpellën me njëherë pas vdekjes së Sarës, jo pas 6 muajsh, kur dhimbja të lehtësohej. Besimi punon edhe në ditët e dhimbjes. Ndoshta hapi yt i besimit sot nuk është kur ndihesh mirë,
përsaktësisht sot kur të dhëmbë. Blerja e shpellës tha, edhe sot besoj. Çfarë mësojmë ne? Zanafilla 23 na tregoi Abrahamin që qau dhe u ngrit, i huan që kërkoi varr dhe mori titullin princi i Perëndis. Negociatën me dinjitet dhe çmimin e plot të paguar, shpellën e vogël që u bë varri i gjashtë i patriarkëve, dhe besimin konkret, blerja tokës kur ende s'kishte asnjë metër tjetër të vet. Ky kapitull s'ka mrekulli të dukshme, ka diçka më të rrallë, besimin e jetës së përditshme, të lotëve dhe të dokumentave, të dhimbjes dhe shpresës bashkë. Vargu për të mbajtur mend. Qani me ata që qajnë. Romakët 12:15. Abrahami qau dhe Perëndia nuk e qortoi. Lotët e besimtarit janë të shenjtë dhe pas tyre vjen ngritja. U ngrit nga i vdekur. Paqja dhe hiri i Perëndisë qoftë mbi ju dhe Zoti ju bekoft.